Partia Demokratike, pas deklaratës së zonjës Marta Kos, bëri një deklaratë në të cilën ajo e dënoi publikisht dhe gjërësisht deklaratën e frymëzuar të zonjës Kos nga propaganda e xhepit, propaganda e paguar e Edi Ramës, ekstremizmi politik i majt apo dizinformimi, si një deklaratë që shkel ran ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin kombëtar. Falenderoj Komisionin për reagimin dhe garantoj se Partia Demokratike mbetet e përkushtuar totalisht për procese e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian si ardhmja më e shkëlqyer për shqiptarët, si kundërthekson se sot Shqipëria në mënyrë absolute përveç pozicionit gjeostrategjik nuk plotëson asnjë nga kushtet dhe kriteret që kërkohen për këtë antarësim. Opozita ndodhet para disa sulmeve të targetuara të individëve të caktuar që përfaqësojnë që janë në Komision Evropian ose përfaqësojnë në Shqipëri Bashkimin Evropian. Të ngjashme, por jo identike me qëndrimet e zonjës Kos, janë qëndrimet e ambasadorit Gonzato, i cili është i përçues i propagandës paguar të Edi Ramës dhe një dizinformimit pa përmbajtur. Lidhur me këtë të fundit, unë ju kam informuar ju se ky zotëri për të përcjell propagandën e Edi Ramës ju thot deputetëve të Parlamentit Evropian se kryetari i Partisë Demokratike nuk është pro-perëndimor, masi agenda e tij është manga dhe jo integrimi. Ky është një trillim, një mashtrim. Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet absolutisht e përkushtuar totalisht në procesin e integrimit. Janë të gjitha integrimet e mëdha të Shqipërisë vepër e kësaj partie. Kurse për sa i përket mashtrimit se ai ka agjendë magën, maga si program i një partie konservatore ka shtyllat e shkëlqyera të mbrojtjes së vlerave që partitë konservatore ndajnë, dhe unë i rikujtoj atij zotërie, se nuk di ku ka qenë ai 32 vjet më parë kur Sali Berisha ka vendosur në Shqipëri taksen e dytë më të ulët në botë, TVSH-n më të ulët në botë pas një vendi tjetër, dhe sistemin fiskal më konservator më të ulët. Ka bërë gjithçka për konsolidimin e familjes, ka mbrojtur interesin kombëtar. Pra, në qoftë se ka një konkordancë, ne jemi krenar për vlerat që mbrojnë, dhe nuk mundet kur njëri nga pozita të ekstremizmit të majt, të bëj gjashtrigash kundër programit ton. Në rast se presidenti Donald Trump këto vlera po i mbron dhe konsolidon, ky është interesi në Shtetet Bashkuara, ky është interesi i mbar njerëzimit.